Ne e vetmja rrugë e shpëtimit është me ju rikthy me pas referencë fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po si po ja dilim për shembull me zbatimin e kredive, huave që keni në banka? Elhamdulillah që Allah nuk në ka sprovu dhe këtë sistem nuk e kemi implementu asnjëherë dhe pse jetojmë mesin e Ballkanit këtu. Po mos bëj garë se pa i kredi biznes s'mund të bëj. Kështu të paktën mendoj shumë. Allahun e falenderojmë, Allahu na ka gjelet të rrugdalje dhe ne kemi bë disa realizime me 3 kompanitë që menaxhojmë. Dikun 14 vite mirëmi vetëm në ndërtim, me një branshë tjetër mirëmi 25 vite. Deri tash walillahi alhamd në asnjë moment me asnjë cent nuk kemi filluar, as nuk e kemi shitur, as nuk kemi ble, do thot me kamat. Prandaj duke falendëruar Allahun mbi të gjithash, pastaj duke konsultuar me dietarë për implementimin e biznesit me standard halal, se nuk ka rrugë që janë të mbyllura. Nëse të mbyllen një derë të çelët tjetra, nëse të mbyllet tjetra çela. Arsyeja e njerëzve që mendojnë se nuk ka rrugë të suksesit të biznesit posa me trokitën në derën e bankës, unë mendoj se kjo është imponim ose kjo është me ia dhënë kokën me qira djallit, shejtanit, me ta menaxhu dhe me ta humb dynjan dhe ahiretin. Dhe shumica e njerëzve që mirën me këtë punë kanë dështuar, funi ka qenë shumë i dobët. Ti mund të hypish ndoshta me numra shumë të lartë, mos të përmend me shifra astronomike të shumë të larta, por shumica e tyre që ne i njohim personalisht kanë përfunduar se i ke shpall luftë Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk është me çdo kush me qenë secili milioner ose një pikësynim unë e kam këtë pikësynim të këtij numri, nuk është me çdo kusht. Por me çdo kush duhet ta kemi vetmin që ne të veprojmë me halal. Dhe e kam shumë vështirë me shpreh atë çka e përjetojmë. Janë do gjëra që përjetohen, po flas implementimin e projekteve tona që i kemi bërë në biznes, pa përmend numra, kemi shitur dikun afër 200 banesa pa asnjë cent kredit në mesin e Ballkanit. Do thotë kjo në të ardhmen mund të shkruhet dikun dhe të analizohet çka ka ndodhur. Jeton pyet, nuk di të përgjigjem, veç ka ndodhur. Jeton pyet, po ka ndodhur. Kjo është vetëm se me urtësinë dhe mirësinë e Allahut. Jo që ne kemi menaxhuar mirë, po ne jemi munduar me pas frikë Allahut dhe jemi konsultuar me ekspertë të kësaj lëmie dhe deri tash hamdallahut.